A nuk është Zoti i fuqi plot, ai i cili neve na ka begatu dhe na dhuroi gjitha këto mirësitë e panumërta, ai i cili meriton të falenderohet? Besimtari është i ndërtuar që ai është borxhli dhe i obliguar karshi krijuesit i cili e begatoi me këto dhunti, prandaj hamdi, elhamdulillah, falënderimi dhe mirënjohja ndaj Allahut fuqiplot, lavdia e pafundme ndaj Allahut një te barekuhu teala për këto që ne i gëzojmë, për këto që i kemi në disponim, për këto që me të cilat ne kënaqemi, është obligim i joni që ne e shprehim hamdin dhe falënderimin ndaj Allahut. A nuk është Zoti i fuqiplot, ai i cili neve na ka begatu dhe na dhuroi gjitha këto mirësitë e panumërta, ai i cili meriton të falenderohet? Gjithsesi, është Allahu një fuqi plot. Mirë, Allahu fuqi plot neve na solli në jetën e kësaj bote. Ai neve na solli në këtë ekzistencë dhe në ekzistencën tonë. Allahu na solli në këtë botë me qëllim që ai të na mëshiroj.